Sot për veten dëgjoj se si un jam terrorist, kako sam odgovoran za smrt policajca, se si jam përgjegjës për vdekjen e policit, kako sam hteo da odcepim sever Kosova, si kam dashur ta shkëpus veriun e Kosovës, pa se samo pitam gde su dokazi za sve to. dhe vetëm pyetem se ku janë provat për tërë këto gjëra. Niko nije rekao da sam pucao, Askush nuk ka thënë se kam gjuajtur, niko nije rekao da sam nekoga napao ili povredio, askush nuk ka thënë se kam sulmuar dikë apo lënduar, niko nije rekao da sam imao askush nuk ka thënë se kam komandu ili bilo kako drugo. pasur komand apo ndonjë rol tjetër. Pa pošto to niko nije rekao, E pasi që askush nuk e ka thënë këtë, i pošto nema dokaza za to, edhe pasi që nuk ka prova për këtë gjë, ja vas molim da se zapitate jedno. unë ju lutem që të bëni një pyetje vetes. Da li ja treba da budem osuđen za nešto što nisam uradio? A duhet unë të gjykohem për diçka që nuk e kam bërë? I da li treba da budem osuđen za nešto Dhe a duhet të dënohem për diçka, za što su odgovorni ljudi koji su u bekstvu? për diçka që janë fajtor apo përgjegjës njerëz të cilët janë në arati?